Çrregullimet klimatike viteve të fundit janë bërë të zakonshme. Ato përveç se janë të dëmshme për organizmin e njerëzit, janë të dëmshme edhe për bujqësinë, sidomos të mbjellurat pranverore. Profesori i bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, Imer Rusinovci, tha se si vjet të mbjellurat duhet të bëhen pas datës 15 prill. Nëse flasim për mbjelljet pranverore, flasim në përgjithësi për mbjelljen më reprezentative që është kultura e misrit. Sondazhet kanë treguar se afat optimal agroteknik i mbjelljes së misrit në Kosovë është dekada e 2 dhe 3 të prillit. E mu për këtë, unë do u rekomandoja fermerëve që mos të nguten me mbjellje të misrit, sepse po flasim për sipërfaqe të mëdha, se për shembull janë të planifikuara rreth 50.000 hektarë të mbillen me misër. Një dështim i tillë është shumë i kushtueshëm, është i pajustifikueshëm për vendin dhe të paktën fermerët të presin deri me datën 15 prill mos të fillojnë mbjelljet sepse do të karakterizohen me oscilime temperaturale dhe me temperatura të ulta. Profesori Rusinovci thotë se edhe në sektorin e pemtarisë mund të ketë dëme. Temperaturat të ulta pritën të mbretërojnë nga e diela. Domthonjë kështu janë prognozat meteorologjike deri ditën e ajte. Po them edhe një herë, sa më e avancuar që është pema, në kuptimin e krijimit, formimit të organeve gjenerative, dëmet do të jenë më të mëdha, ose kundërta. Tash në lartësi të mëdha mbydetare ku vegetacioni është më i vonë, sigurisht që dëmet do të jenë më të vogla, më të ulta. Ndërkohë profesori Rusinovci tha se të gjithë ata që kanë mundësi të mosin pemë do të ishte një shpëtim për kulturat bujqësore. Plantacionet bashkohore të pemishte të mëdha, të gjithë fermerët që kanë mundësi që të i tymosin pemët, domethënë me koshte lagur ose të kalbur ose diçka të ngjashme me masë organike, do të ishte një lloj shpëtimi ose edhe me një vaditje paraprake në formë të shiut artificial do të ndikonte pozitivisht në krijimin e shtresës imune, qoftë të lulja, qoftë të fythat që frutifikojnë më vonë. Me paralajmërimet se temperaturat nga kjo diel mund të bien, profesori thotë se temperaturat e ulta do të ndikojnë keq te kulturat bujqësore në faqen që aktualisht janë.